Radha është tani për mysafirët në studiot të ftuar janë Nezbedin Spaju, profesor i shkencave politike, mirë se vini zot Spaju. Mirë se gjitha. Ashtu me ne është edhe Artan Nimani, profesor, mirë se vini zot Nimani. Faleminderit shumë shumë. Përmes videolidhjes online do të inkuadrojmë tani Bekim Bllakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Mirëmbrëma zoti Bllakaj. Mirëmbrëma. Dhe kemi parë shumë reagime zoti Bllakaj për ekspozitën që u organizua në Prishtinë nga dy organizata Atmover dhe Integra, ku u vlerësua se ka të dhëna të pasakta të masakrave në Kosovë. Madje në reagimin e tyre është thënë që janë bazuar pikërisht në librin e kujtimit të masakrave nga Fondi për Drejtën Humanitare. Janë bazuar apo nuk janë bazuar në këto të dhëna të Fondit për Drejtën Humanitare? Në fakt, ne asnjëherë nuk e kemi marrë asnjë kërkesë, as nga Atmovere, as nga Integra, për t'ju ofruar informacione për çfarëdo masakre apo për çfarëdo rasti tjetër që ka të bëjë me krimet e luftës. Pra, absolutisht kur në asnjë rast nuk na është qasur dikush nga këto dy organizata për të kërkuar informacione të tilla. Sa kam vërejt në billboard gjithashtu nuk përmendet Fondi për Drejtën Humanitare. Dhe nga ana tjetër është deficit i madh i njohurive për të deklaruar diçka që është shkruar në atë billboard për rastin e burgut të Dubravës. Fondi për Drejtën Humanitare asnjëherë nuk e ka thënë se në këtë burg janë vrarë njerëz të armatosur. Kjo është thjesht e pavërtetë dhe nuk e di se në çfarë dhënash janë bazuar këto dy organizata. Pra, as ju si Fond për Drejtën Humanitare nuk pajtoheni me këto të dhëna të jetë të pasakta, apo jo zoti Bllakaj, që janë shfaqur në këtë ekspozit në Kryeqytet, që kanë gjallur reagime edhe qeveritare dhe komunale, që është kërkuar nga komuna në fakt e ka bezulluar lejen që të ekspozohen aty në Kryeqytet? Në fakt nuk i kemi analizuar të gjithë billboardat, mirë po billboardi që ka të bëjë me masakrën në burgun e Dubravës, me të vërtetë nuk përmban të dhëna të sakta. Është e pakuptim për të thënë dhe për të besuar, madje edhe për të menduar se në një burg të burgosurit kanë qenë njerëz të armatosur. Kjo është krejtësisht e papranueshme dhe dikush i cili nuk i di rrethonat, që nuk ka informacione për sistemin e drejtësisë, për burgjet, mund të krijojë një pasqyrë krejtësisht pasakt. Të gjithë personat në burgun e Dubravës nuk mund konsiderohen si persona që kanë qenë të armatosur. Kjo është krejtësisht e papranueshme. Dhe pikërisht ka pasur reagime nga të mbijetuar të masakrës së Dubravës, ndërta ka qenë edhe deputeti Enver Dugolli. A është kjo edhe hyrje për familjarët, për ata të mbijetuar, kur paraqiten të dhënat të tilla, jo vetëm për këtë masakër, por edhe të tjera? Mendoj sidomos dëshmitarët okular apo të mbijetuarit, cilë kanë qenë aty, e edhe familjarët e personave që janë vrarë në burgun e Dubravës, me drejt janë indinjuar, sepse kjo nuk e tregon fare të vërtetën, është, siç e thash edhe më herët, krejtësisht e papranueshme që diku të shkruhet se personat në burgun e Dubravës apo një pjesë të tyre kanë qenë persona të armatosur. Përndryshe, vetëm edhe një sqarim Fondi për Drejtën Humanitare asnjëherë nuk ka dalë me një raport apo me një narracion për burgun e Dubravës. Publikimet që i kemi pasur deri me tani kanë bëjnë me vitin 98, pra para ngjarjes, para masakrës në burgun e Dubravës, dhe gjithashtu publikimi i dytë ka të bëjë me personat e zhdukur dhe shumica prej tyre nga burgu i Dubravës nuk janë të tillë. Dhe sigurisht në asnjë moment, në asnjë raport, Fondi për Drejtën Humanitare nuk ka thënë se personat në burgun e Dubravës kanë qenë persona të armatosur. Diçka tjetër është që në evidencën e Fondit për Drejtën Humanitare ekziston, pra është dokumentuar që një numër i caktuar i tyre paraprakisht, pra para arrestimin, kanë qenë pjesëtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, mirë po kjo asesi nuk i bën ata persona të armatosur në burgun e Dubravës.
Zoti Bllakaj, do të dilni me një reagim të detajuar apo jo, apo kjo mjafton për ta sqaruar këtë situatë në të që është thirrur këto dy organizata? Pa dyshim se do dalim që nesër, do dalim me një komunikat, me një sqarim për media dhe për opinionin publik në lidhje me këtë rast. Bllakaj, të falenderoj shumë për rikuadrimin e drejt për drejt në Infonata. Faleminderit juve. E falenderoj edhe një herë tjetër zotin Bllakaj për inkuadrimin në Infonata dhe për reagimet që i bëri sa i përket kësaj ekspozite në Prishtinë, që kanë gjallë reagime të ashpra nga eksponentë të ndryshëm, qoftë nivelit lokale dhe atyre qendror. Dhe do të diskutojmë fillimisht këtë çështje me të ftuarit në studio dhe dua të nisim me zotin Nimani. Përmbajtja e kësaj ekspozite, zotin Nimani, çfarë flet edhe për organizatorët e kësaj ekspozite dhe reagimet që janë të ashpra, qoftë nga niveli qendror, nga qeveria, që e bëri ministri Andin Hoti, dhe nga kryetari i Prishtinës Barim Rama, që kërkoi pezullimin më njëhershëm të kësaj ekspozite. Në plan të parë, autorët ose njërë për autorëve të kësaj të ashtuquajtëre ekspozit, nuk është të çuditshme që të përmbaj këto elemente, pra është këshilltari i kryeministrit zotit Kurti, i cili vazhdimisht ka pas deklarata, vazhdimisht ka pas përmbajtje. Ishtë ndoshta? Thashë ishë. Më duket që ata veç këshilltari. Ishë këshilltari kryeministrit Kurti, zoti Gashi, i cili vazhdimisht ka pas këto deklarata të tilla, të cilat kanë qenë fyse, denigruese, sa i takon edhe problemeve të luftës, por edhe problemeve tjera të shoqërisë. Veçanërisht, unë mendoj që ekspozita e sotme nuk është krejt e rastishme, kjo pak jep logjika asaj që po qarkullon shpesh herë nëpër media se dikush paguhet me çanta në këtë republikë tonë të shkretë, por nuk duhet të nëshojmë në ato, por duhet të them që kjo ekspozitë është derivat i një libri të sponsorizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Kosovës, që përmban këto të dhëna, dhe është sponsorizuar në një vlerë rreth 15.000 euro sipas mediave që sot kanë deklaruar, dhe është financuar, edhe kjo ekspozitë është financuar nga institucionet tona, Parlamenti i Kosovës dhe nga leja nga Komuna e Prishtinës, që merret mirë që Komuna e Prishtinës më njëherë ka reaguar, e pashë edhe deklaratën e Andin Hotit, i cili me siguri në cilësinë edhe të ndjeshmërisë e rastit, për shkak se bëhet fjalë pikërisht edhe për prindin e tij. Para se marrë këtu në studio, unë kontaktova dhe konsultova edhe koordinatorit e mbijeturëve të masakrës së Dubravës, që është kolegu ju dhe joni, zoti Sadik Zesiri, dhe absolutisht i demanton të gjitha... Ti dua ta kemi, Sadikun, pas pak. I demanton të gjitha këtu të dhëna, dhe ai tha do të reagoj, po ashtu do të reagoj edhe në format e tjera. Unë kërkoj nga kjo studio nderuame, i bëj thirrje prokurorisë speciale që të hetoj në detaje, sepse çka është mjaft, nuk mund të luhet me historinë dhe me faktet historike, sepse edhe veç një çmendur nuk e din që të burguesurit nuk janë të armatosur, madje as të lidhet sa të kpuca nuk kanë, celemo diçka tjetër, por kjo i shërben asaj narraciones që të shfaqsimit të Serbisë për krimet dhe masakrat që i ka bërë në Kosovë. Ndoshta duket si mlef, por ka pas raste të tilla, mendoj të mjaftueshme që demaskojnë këtë propagandë të ndytë që zhvillohet kundër lepse, por zhvillohet kundër të gjallëve të ushtrisë trimtare të Kosovës, por edhe kundër të renëve dhe veçanërisht atyre që kanë qenë të provuar nga galeria, nga atyre që ka pas detyrë shteti, ai shtet kriminal që ka qenë, ka pas detyrë të mbrojë që i ka vrarë. Prandaj është mas pakti mund të themi, është një ashtu quajtur ekspozitë e turpshme dhe të bëj thirrje që prokuroria e shtetit të hetoj në detaje jo vetëm ekspozitën, por edhe iniciuesit e ekspozitës, sponsorizuesit e ekspozitës, dhe aty do dalin e pa të vërtetat. Spajo, për këto reagimet që u shpërfaqen, për këtë ekspozitë për mbajtjen me të dhënat pasakta. Spari, fakti që po diskutojmë për një libër për masakrën në Kosovë, 27 vjet pas luftës, kjo është turpshme për botën akademike, sidomos për kur Kosova financon me 1,5 milion sa 2 milion euro në vjet Akademinë e Shkencave,
ku janë aty 2-3 historianë, financon Institutin e Historisë me Institutin Albanologjik, që morën rroga nga taksapagues të Kosovës dhe një kallabllak atyne historianësh, njerëz që mbojnë titullin doktor i historisë dhe nuk e kanë bërë një monografi të masakrave në Kosovë. Kështu që kjo flet shumë. Fakti që por reagimi i Atmoverës ishte që to të dhëna janë bazuar në librin Kujtimi i Kosovës i Fondit për të Drejtën Humanitare, që u dhiqet nga Natasha Kandiç, që u mohua pikërisht nga Bekim Bllakaj. Po, dëgjoj. Tash përgjithsisht shkëlqen Është një libër plotësisht i pavërtetë, me plot pavërteta. Kërkoj falje, profesor. Si libër është me plot pavërteta. Përgjithsisht shkëlqen është një studiues serioz, por e ka një tëmet. Ai vuan nga mania për të qenë i pamshëm. Po ti nuk mundesh gjithmonë ose me qenë, do më thonë, me shkaktu, me pamësia nuk do më thonë, me fajsu dy palët. Ose me nxjerr një mes aritmatik mes palëve. Në këtë rast, tek të dhënat s'ka mes. Po, tek të dhënat s'ka mes. Jo, që do më absolutisht. thonë. Ai e vuan atë, edhe shpeshherë, do më thonë, që shme thonë, bie në këtë gracka. Unë e kam parë, përmëndaj gjatë librit për Adem Demashin, një pjesë të cilët kam pasur rastën me redaktu, më ka thonë me redaktu, ku ka pasur, do më thonë, rëshqitje bajgit të mëdha se përket historisë e luftës së dytë botërore e tjerë, dhe cilat naturisht ma vonë i ka përmirësu, por e kam parë aty që ai vun nga kjo për me qenë, do më thonë, me qenë në një mes palve, mes anëve të ndryshme, po kjo nuk është gjithmonë shkencore. Shkencore është me thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, shpeshherë vërteta i takon nuk është në mes të dy anëve, shpeshherë është në një anë, plotësisht në një anë dhe jo në anën tjetër. Spahi, si është e mundur që kaq lehtë realizohet një ekspozitë me përmbajtje të tillë në kryeqytet? Ka shumë vizitor, ka shumë qytetar. Sepse vetë fakti që është bërë, që është po mundoj një monografie e parë në këtë drejtim, vetë fakti që nuk është punuar deri më tani, edhe tash kur dikush e ka marrë po mundoj mundin për me bo ato, edhe sigurisht me të meta, me cenën, ndoshta disa të pa pranueshme, kjo ka shkaktuar, ka shkaktuar kuriozitet tek njerëzit, aq më tepër kur nuk është një figurë pa njohur, nuk është një njeri, domethënë, i cili nuk ka pas përshitje publike, të guximshme, shpeshherë, domethënë, në shumicën e rasteve korrekte, nuk do të thosha kontroverse, ne më thon kontroverse është fyrje për një person, por në shumicën e rasteve korrekte, edhe ndonjëherë me ndonjë shkarje, por kjo ka qenë arsye. Unë? Nuk e përgjithsova. Jo, po kjo është arsye, domethënë, që tani mirë është që dikush po më dojë ekziston tash një libër, edhe ku që ka plot pavërteta. Njerëzit mund të evidentojnë. A janë këto kontroverse, pastaj? Kontroverse, ka pavërteta, masakrat janë të përfshira, nuk janë shumica masakra, nuk janë të përfshime, nuk janë të përfshime masakrat, ose janë të përfshime masakrat vetëm ku ka pas edhe serb të vramë, kështu që nuk u dojmë hinë këtë monografi. Jo, po, dëgjo, unë vrejtë... Fysa është qeveria jonë me financu. Dëgjo, po tash... Fysa është. Kur e ki akademin, kur e ki... Por akademia me kone hajrit e kish bodi tash, s'kish prit me bo. Institut Historisë ka bo me qindra tituj për
këtu problematike. Pralla për ka shkru Instituti Historisë. Po ma mi me shkru pralla se me shkru ato që të Serbia. Jo. Zati Ismail, aty është thjesht, qaj ka thonë Serbia. E ka shkru? Ja, nuk mund të thëmë që ka shkru që ka thonë Serbia. është mendimi jem. Unë pranoj që... Kush është autori? Shiko, unë nuk e kom po librin. Kush është autori? Qysh, kush është autori? Nga është autori i burimit, i monografisë edhe i kësaj. Natasha Kandish. Natasha Kandish është fondi për drejtën humanitare, e cila konsiderohet burimi më i relevant. Dhe pikërisht reagimi ishte nga ta. Po mirë dhe tash unë i besoj. A i beson fundit? Po, i besoj fundit. Në rregull. Unë i besoj fundit sepse, shiko, heki një pjesë përgjithësisë. ajo në midis Beogradit ka kundërshtuar regjimin serb, kundërshton akoma regjimin serb, është e guximshme në di. A ki pa ekspozitën? Una? A ki pa? Nuk e kom pa ekspozitën, nuk e kom lexuar librin, unë ti nëse thu vrejtjet, unë të pranoj, me qenë se po më dojë veç nëse bërë fjallë për naj sen që vetë e di, për ndryshe, të besoj. Nëse personal, unë e blasë një në më tonë. Po, është mirë, që po të më thonë, është mirë që tani është një liber në cilin mundet me thonë, Enver Dugolli, që kjo nuk është e saktë sepse është qështu e vërteta. A dhe çfarë kanë thënë atë? A dhe çfarë kanë thënë në ekspozitë? Arta Limoni, që kjo nuk është e saktë sepse qështu e vërteta. Vetëm ta pasi informacion. Duke u komentu kështu na, do më thonë, shoqëria kosovare plotësohet me një gjë, me të vërtetën, dhe ai që do ta bëj një libër tjetër, sigurisht do t'i ketë parasysh to, nuk do t'i paraqet të njëjtat gabime që në bo. Po nuk mundesh me thonë me njëherë pse u bo, ose pse ka financu Serbia, ose unë nuk e besoj që... Jo, qeveria jo në ka financu. Okej, qeveria jo në ka financu. Bashkë financu. Ka pas besim që aje bën një libër të mirë, nëse se ka rrit me bo, do më thonë vjen keq, por... Spahiu dhe Nimoni, ndjes, do ta kemi një reagim drejt për drejt të Sadik Zeqirit, kolegut edhe të mbjetuarit të masakrës së Dubravës. Mirëmbrëma, zoti Zeqiri. Përshëndetje, mirëmbrëma. Të falenderoj shumë për gatishmërinë, zoti Zeqiri. Po flasim për ekspozitën me të dhëna që po kontestohen. I kontestoni edhe jo apo jo këto të dhëna që janë shfaqur në këtë ekspozitë? Shqeqar, ekspozita është hapë me datën 24 mars dhe shumica qytetarëve, përpos që kanë lexuar që fshatrat apo vendet ku kanë ndodhur masakrat nuk kanë hyrë në detaje me lexu ato që kanë ndodhur, sepse të gjithë e dinë, qoftë ata në për fshatrat, qoftë Prekazi, qoftë Meja, por edhe ne Dubrava. Prandaj ne sot e kemi vrejt që autori i kësaj ekspozite, Shkëllxen Gashi, i cili për mi bo këtë ekspozit është mbështet edhe nga Kuvendi i Kosovës dhe nga kompanitë ndryshme private, ka qitë në dhe të gjithë ata të cilët e kanë pas mundësin që të lexojnë dhe të shohin atë ekspozit me shënime të pasakta, duke e fy edhe të vrarit dhe të masakruarit, por edhe viktimat të cilat kanë ndodhur në fshatat e Republikës Kosovës. Edhe ne jemi befasu sot, kur e kemi po që në historikun për burgun e Dubrovës, është shkruar që janë vrarë dikun 48 burgosur të armatosur dhe mbi 50 të tjerë civil. Dhe unë du me e pyet zotin Gashi se ku i ka gjetë ata të burgosur të armatosur, të cilët kanë qenë në burgun e Dubrovës, ku aty të burgosur bashkë me mua nuk kanë pas as lietca të këpucëve dhe arma më e madhe ka qenë në lugë e plastikës që kemi përdorur për ushqim. Unë nuk di ku është bazuar këto informacione dhe më vjen keq që me parë të Kosovës është botuar një libër nga zoti Gashi dhe është mbështetur edhe nga bizneset private, një dëshmi jo e sinqertë dhe një dëshmi që është falsa, sepse historia nuk mundet më ndryshu. Ajo që ka ndodhur në Kosovë ka ndodhur dhe masakrat janë bën ndaj civilëve dhe nuk janë bën ndaj për burgun e Dubrovës po flas, ne s'kemi pas armë. Prandaj zoti Gashi nuk di për kënd e ka bën atë libër, nuk di për kënd e ka bën këtë ekspozitë dhe më ka ardhur mirë një vendim i kryetarit të komunës që ka reaguar dhe ka pezullu lejen që ja ka dhënë zotit Gashi për me bën ekspozitat deri me datën 7 prill, ose ne si të burgosur nesër
ditë e shtunë do të morrim mosa vet dhe do ta bëjmë demolimin e asaj ekspozite. Zoti Zeqiri, e shihni skandaloze këtë përmbajtje të kësaj ekspozite dhe në fakt ka pasur një reagim nga kryetari i komunës së Prishtinës që ka pezulluar lejen për këtë ekspozitë në kryeqytet. Shiqo, zoti Goshi është thirrë në informacionet të Natasha Kandiqit dhe informacionet të Beogradit. Dhe kjo është turpi më i madh që ka ndodhur, duke pas parasysh që janë mbi 700 të burgosur. Unë këto po flas vetëm për pjesën ku i takon burgut të Dubrovës, nuk po flas për masakrat e Prekazit e Mejes e Tutje. Po flas vetëm për Dubrovën. Prandaj zoti Goshi është dashur që të mbledh shënime në librin e tij të famshëm, i cili fatkeqësisht ka dalë në botim dhe është mbështetur edhe nga Ministria e Punëve të Jashtme me 15.000 euro. Është dashur të merr informacione nga ne të gjollit për ta shkruar atë libër dhe për ta botuar në 3 gjuhë, ashtu që është edhe ka botu. Dhe jo të merr shënimin nga Beogradi për masakrën e Dubrovës. Prandaj këto është turpi më i madh që e ka bën vetë autori, por edhe që të tjerët ja kanë leju që ai të ekspozohet me atë libër, se është duke bërë diçka mirë për masakrat e ndodhura në Kosovë. Zeqiri, më herët nuk dini nëse ke pasur mundësi të na përcjellnit e kisha në lidhje të drejtë për drejtë Bekim Bllaka nga Fondi për të Drejtën Humanitare, që i kontestoi këto të dhëna dhe tha që nuk është bazuar fare në të dhënat e Fondit për të Drejtën Humanitare, ndonse atëmovere në reagimin e tyre u therr pikërisht në të dhënat në librin Kujtimi për masakrat, pikërisht nga Natasha Kandiqi. Atër nëse zoti Bllakaj ka reagu që nuk janë shënimet e tyre që i ka përdorur zoti Goshi, është mirë që Prokuroria e Republikës Kosovës qysh sonte të arrestoj zotin Goshi dhe të merret me falsifikimin e tij dhe falsifikimin që ai po dëshiron me apo historisë së Republikës Kosovës. Ne nuk kemi nevojë me rrajt, ne kemi informacione të sakta, ne kemi masakra që kanë ndodhur në Kosovë dhe dëshmitaremi ne vetë. Serbia nuk është dëshmitar për neve. Ajo është vetëm nëse dëshiron me dëshmu ku i ka lënë trupat, të cilët ende i mban të fshehur që i ka vrarë gjatë luftës. Dhe të na tregojnë neve se sa janë vrarë dhe nga kush janë vrarë. Ne e dim vetë kush na ka vrarë neve, prandaj zoti Goshi duhet të jap llogari para drejtësisë së Kosovës, të dëshmoj atë që kë bazohet në informacione dhe ku i ka marrë këto informacione për me shkruar libër për masakra në Kosovë dhe pse ky person me shkru libër për masakra kufar nuk ka qenë pjesë as e luftës dhe as nuk i ka shërbyer demokracisë vendit. Do të Zeqiri, ju pikërisht jeni imbjetuar i masakrës së Dubrovës. Keni edhe predh në trupin tuaj akoma apo jo? Luftëtar ndër të tjera i UÇK-s. A është fyer dinjiteti juaj dhe të tjerëve, i familjarëve të viktimave të kësaj masakre? Të më spori është dashur të shkruhet në atë pano që ka prezantuar ato dy organizata jo severitare, është dashur të shkruhet që aty mungon edhe emri Ukshin Hotit. Aty fare nuk shkruan si historik i masakrës së Dubrovës, që edhe një person mungon dhe fare nuk dihet për fatin e tij, e ai është Ukshin Hoti, babai ministrit të shoqatave të luftës dhe të punës, baba Andin Hotit. Prandaj gabim ka bërë që edhe qeveria është dashur të reagojë. Ka reaguar zoti Zeqiri dhe Andin Hoti, pikërisht ministri i punës. Ka reagu sot pas reagimeve tona dhe ka bërë shumë mirë që ka reagu, e mbështes reagimin e tij, por ajo do është të reagojë që është ditën e parë që është bën paraqitja e atyre panove nëpër sheshin Nëna Teresë. Aty shkruan që janë vrarë vetëm 101 të burgosur. Për tyre 48 të armatosur, shqiptar, dhe 51 ose 52 të tjerë që kanë qenë të pa armatosur, si dhe një pjesëtar i komunitetit rom dhe një pjesëtar i komunitetit bosnjak. Ku janë ato shënime kur vetë në burgun e Dubrovës? Ne vetë, domethënë agjencioni për mbrojtjen e monumenteve e ka bënë të gjithë emrat e të burgosurve, ku janë 116 emra të vrarë të burgosurve të skalitur në atë guri. Po ashtu është edhe emri i Ukshin Hotit, i cili ende trupi i tij nuk dihet se ku është. Prandaj
ose e ka bo me qëllim, sepse po vedije nuk e ka bo zoti Goshe, sepse njëta i për deklarata të Bashkim Vllazërimit, të cilat sigurisht nuk i pëlqejnë as qytetarët të Republikës, dhe për këtë arsye dhe u konë shkarku nga ministri aktual zoti Kurti, dhe duhet të pyetet zoti Goshi pse po dëshiron me ndryshu historinë. Kur ne kemi historinë e dhëmshme, dhe historia jonë nuk ka nevojë me folas me shkru, sepse është histori që ka gjak ende në për tokat e Kosovës. Zëqiri, a e sheni të jetë të olt, apo jo, ku thuhet që 48 të burgosur kanë qenë me armë të armatosur brenda burgut të Dubrovës? Përbes këto deklarata, ose këtë shkrem as vetë Serbia nuk e banë. Unë nuk di ku i shërben kjo ekspozit për Dubrovën. Veç po flas për pjesën e Dubrovës. Unë edhe Serbia me bo ekspozit nuk i kish dit me shkru që 48 të burgosur shqiptar të armatosur në burgun e Dubrovës, sepse asnjëherë nuk e ka thënë. Ai ka thënë që të gjithë kanë qenë të armatosur dhe ne kemi intervenu sepse ata kanë dashur me na sulmu neve. Dhe asnjëherë nuk ka thonë kas burgosën të armatosur, kas burgosën civil. Prandaj nuk e di ku i dëmi shërby kë me këtë ndryshim të historisë. Burgu i Dubrovës e ka historinë e vet, askush s'mund me ndryshu. Zëqiri, për fund, dhe shkurtimisht, të lutem, nëse nuk largohen nga komuna e Prishtinës, thatë që nesër do të ndërmerrni ju aksion apo jo, çfarë planifikoni të bëni? Nëse nesër nuk reagon komuna e Prishtinës, atëherë një ftoj të burgosur politik që kemi qenë në burgun e Dubrovës, që nesër në kohën e caktuar që do ta caktojmë, të shkojmë dhe të demolojmë atë pano për burgun e Dubrovës. Falenderoj shumë zoti Zëqiri për inkuadrimin e drejt për drejt. Faleminderit për mundësinë. E falenderojmë zotin Zëqiri, i dëgjuat zotin Imani, zotin Spahiu, edhe qëndrimin e zotit Zëqiri. Njëri prej të mbijeturëve të kësaj masakre, ende vuan plagët, ka predhen akoma në trupin e tij. Thash, unë pranova që libri mund të ketë të meta, unë s'muj me folë tash me qenë se kam lexuar, as e kam parë ekspozitën, as e kam lexuar librin, por duke nisur nga autori, më thonë, besoj që qëllimi ka qenë i mirë. Qëllimi ka qenë me i prezentue masakrat që kanë ndodhur në Kosovë, tani të metat që janë aty, besoj që duhet secili me i evidentu, na e dëgjum Sadikun, që është njëri prej, domthonë, megjithësisht na tha për numrin, është problemi vetë. Pasakta dhe numri të numri tërësishëm. Po, këtu, po. Edhe të numri tërësishëm. Të numri tërësishëm. Edhe të numri tërësishëm, e tha. Tërësishëm, kështu që këto janë gjërat të cilat mundën me verifiku. Se cili mundet me, domthonë, me thonë që, ku i ki ti, që ke shkru, se është shkrum e zezë në të bardë. Këshirgotit e tjerë, trupat të tjerë janë vërosur, apo dhe nështë diçka që e verifikushme. Kje, domthonë, nëse mungan nuk shinhoti, cila arsye, po besoj që duhet të intervistohet edhe Shkenzen Gashi edhe duhet të jap sqarimet e veta për këto çfarë po mendoj pse qysh me që kjo ekspozitë është financuar nga Kuvendi i Kosovës, ka një reagim të minutave të fundit pikërisht nga Kuvendi i Kosovës. Dua ta lexoj këtë sqarim që kanë dhënë për media zyrtarët nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Në lidhje me reagimet e fundit për ekspozitën, theksojmë se Kuvendi, në përputhje me mandatin e tij dhe praktikat e zakonshme institucionale, mbështet iniciativa që trajtojnë çështje me interes publik, përfshirë kujtesën kolektive, dokumentimin e luftës dhe nderimin e viktimave. Duke respektuar parimet themelore të lirisë artistike, të drejtës autoriale dhe krijuese, kjo mbështetje jepet pa ndërhyrë në përmbajtjen e projekte të tilla. Përmbajtja dhe qëndrimet e paraqitura në kuadër të ekspozitës mbeten përgjegjësia autorëve dhe organizatorëve të saj. Kjo është një praktikë standarde në mbështetjen e projekteve kulturore dhe nuk mund të keq interpretohet si miratem apo redaktem i narrativës së paraqitur. Në të njëjtën kohë, mbrojtja e dinjitetit të viktimave dhe kujtesës kolektive mbetet obligim i përbashkët institucional dhe shoqëror, i cili kërkon trajtim të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm. Sidoqoftë në këtë kontekst, Kuvendi do t'i adresojë shqetësimet e ngritura tek organizatorët e ekspozitës. Nimani, a mjafton ky reagim nga Kuvendi i Kosovës? Realisht, Kuvendi
në këtë rast, si duket ka qenë e kuvendit kalume, nëse ka qenë iniciative zotit Basha, unë e mirë kuptoj. Jo, përse që kjo do të jetë më hershme. Nëse ka qenë zotit Basha, e di se ka të njëjtin logjik politike sikur këta që kanë bërë këtë ekspozit. Pavarësisht se kush është kryetari i kuvendit, kjo është institucion. Kuvendi është institucion. Jo, në Kosovë institucioni është me individin lidhet. Po edhe institucioni e prezanton shtetin pastaj Limani. Logjika që ka deklaratës së Parlamentit të Kosovës është krejt normale dhe e tillë duhet jetë. Krejt është një deklaratë që i ngre edhe ky e pranon shqetësimin, por pa ndërhyrje të drejtë do t'i adresojmë problematikat, sepse aty ka të pavërtetat e tjera, nuk janë të përfshirat masakrat e gjitha. Unë i di s'paku, personalisht i di, dhe 3 tjetës aty kanë të përfshime aty. Cilat për shembull? Sipas për shembull masakra e Belegut, që një prej masakrave më të mëdha që kanë ndodhur në zonën e Dugazinit, pas masakrës së Mejes. Po s'ka rëndësi të... Po jo e ka rëndësi, sepse duhet më thonë publikisht. Problemi është se tendenca... Se unë, sa ndëgjova vrejtje deri më tani, është që kjo që ka u tha, që numri është të kjo, që kjo tarmatosët që nuk përmena të këshin hotit, qëto vrejtjet që... Nuk jenë përfshime gjitha, po është mërë... Po nashta, po mëndoj, ka pas në kriter, për shamun, masakë, ka mujtë me kohën masakën mbi 10, ose mbi cilë ka qenë varët kriteri i librit, mbi 20, mbi sot të përfshime, nashta pëse që përfshije... Vetëm ta lexojmë edhe Andin Hotin, reagimin e tij, s'pa ju nuk di se ka pasur rastin ta... Mas mirë të zoti Hoti ka sqaruar. Dhe pikërisht për ta sqaruar gjithë këtë situatë, regjia do ta kemi edhe në plan të parë, edhe reagimin e Andin Hotit që do ta lexoj të tërën në veçantë këto të krusha e madhe. Ekspozimi në sheshin e Prishtinës i materialeve me pasaktësi për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë është i papranueshëm dhe cënon drejt të vërtetën historike. Në kuadër të një ekspozite publike për masakrat e luftës 1998-99 janë evidentuar raste ku faktet janë paraqitur gabimisht dhe në disa raste edhe në mënyrë të shtrembruar. Në rastin e masakrës në Krushë të Madhe, përveç pasaktësive në numrin e viktimave, prezantohet edhe një pavërtet narrative, sikur gratë dhe fëmijët janë lejuar të largohen e burrat janë vrarë. Kjo nuk qëndron, në Krushë të Madhe janë vrarë pa përjashtim, edhe grashtat zëna, e nuk janë lejuar, por urdhëruar e deportuar drejt Shqipërisë, çka e rrezon çdo përpjekje për ta paraqitur këtë krim si një veprim selektiv. Në rastin e masakrës në burgun e Dubravës, numri viktimave nuk përputhet me të dhënat e konfirmuara, ndërsa paraqitja e disa prej tyre si persona të armatosur është plotësisht e pavërtetë. Të burgosurit shqiptar kanë qenë civil, të pambrojtur dhe nën kontroll të plot të forcave serbe. Këto nuk janë gabime të thjeshta teknike, por shtrembërime që rrezikojnë të relativizojnë krimet dhe të përforcojnë narrativat të rreme. Si ministër i Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Lirimtare, bëj thirrje për tërheqjen e menjëhershme të materialeve që përmbajnë pasaktësi, verifikim institucional të plotë të përmbajtjes së ekspozitave publike dhe për krimet e luftës, në të njëjtën kohë ftoi institucionet përgjegjëse përfshirë Prokurorinë e Shtetit dhe mekanizmat për hetimin e krimeve të luftës që të shqyrtojnë këtë çështje. E vërteta për krimet e kryera në Kosovë nuk duhet të shtrembërohet. Ajo është themeli i drejtësisë dhe detyrim ndaj viktimave, familjeve të tyre dhe historisë sonë. Përfundon kështu reagimi i ministrit në qeverinë Kurti, Andin Hotit. Ku ka reagimi pothuajse 90% ato që thash edhe që në fillim në hapje pa reagimin e zotit Hoti, sepse është një reagim normal, logjik. Të thuash se leju fëmija mu largu, kur kemi mbi 1260 fëmijë. Të rastet e Krusha e Madhe, ku dihet që janë vrarë grashtat zëna. Por të Krusha e Madhe ka qenë dje përvjetori i masakrës. Ka qenë është diçka që unë jam i bindur që kjo nuk është e rastësishme. Unë nuk e njoh zotin Gashi, ndoshta nezje një më mirë dhe nuk po duhet ashtu me abo gjykimin për shkak të por qendrimet ne po bazohemi në këto përmbajtje të ekspozitës zotin Limani dhe zotin Spahiu. Vazhdimisht kanë qenë në kundërshtim me frymen e luftës lirimtare, por që ka pas një orientim të vetin të stilit të filozofisë që ai mendon që mund ta paraqes, por si pasojë e gabimeve të mëhershme, ai ka pas edhe po është largu prej këshillëdhënies. Por megjithatë, unë mendoj që fjalia parafundit që ka thonë ministri, duhet që sonte... Institucionet përgjegjëse, që sonte Prokuroria e Shtetit. Prokuroria e Shtetit gjë që kërkoj edhe
zoti Zeshiri, gjë që realisht tërthort kërkoj edhe zoti Blokaj. Po. Për shkak se ta që nuk e vërtetat tona. Regjia shkoj me reagimin e Shkëlzen Gashit, ka reaguar në Facebook. Fitim, të lutëm. Po, s'pa ju. Të reagimi janë denotit. Në rregull, po më duket përjashtimisht kjo, po mendoj që prokuria, kjo nuk është besoj çështja e prokurisë, është çështja e gjykimit publik. Mund të jetë poste porositur. Jo, nuk dua të pres, derisa regjia ta vendos. S'pa ju, dua të lexoj reagimin e Shkëlzen Gashit për cilën po flasim për këtë ekspozit. Reagim shkruan Shkëlzen Gashi 30 sekonda më parë. Për fat të keq, gati 3 dekada pas përfundimit të luftës, Kosova nuk e ka një listë të gjitha të vrarëve në luftën e fundit në Kosovë 98-99. Lista e vetme që kemi deri me tani është lista e hartuar nga organizata jo qeveritare Humanitarian Law Center. E ka fjalën për fondin për të drejtën humanitare. Po. E udhëhequr nga Natasha Kandiq, të cilën kryetari i komunës së Prishtinës ja ka dhënë çelësin e Prishtinës. Ne kemi cituar këtë listë të Natasha Kandiqit sepse nuk kemi listë tjetër të gjithë të vrarëve gjatë luftës në Kosovë. Sipas kësaj liste, në burgun e Dubravës janë vrarë gjithsej 106 veta. Prej tyre, 58 figurojnë civil e 48 figurojnë persona të armatosur. Si është e mundur që në burg të Dubravës 48 prej civilëve të vrarë të figurojnë si pjesëtar të armatosur? Pse janë regjistruar këta si persona të armatosur? Persona të armatosur në burg. Për më kaq, kjo mospërputhje nuk është e vetmja. Njëjtë ka ndodhur edhe në masakrën e Mejës, ku numri të vrarëve është 376 veta, por në listën e FDH-s figurojnë 349 civil të vrarë, kurse 27 tjerë të vrarë figurojnë si të armatosur. Dihet botërisht që në Reçak, forcat policore ushtarake serbe jugoslave kanë vrarë 45 civil të pafajshëm shqiptar, por në listën e të vrarëve të HLC-s, pra të Fondit për Drejtën Humanitare të Natasha Kandiqit, janë regjistruar 37 civil shqiptar e 8 janë regjistruar të armatosur. Mospërputhjet të ngjashme vërehen edhe në masakra tjera, Kotlin, Kaçernik e të tjera. Theksojmë se verifikimi një pas njëshëm i statusit të secilës viktimë dhe i numrit të saktë të civilëve të vrarë nuk ka qenë dhe nuk është përgjegjësia e organizatave tona. Këto të dhëna janë marrë nga liber kujtimi i Kosovës i Humanitarian Law Center, i cili i ka mbledhur ato përmes hulumtimeve në terren për rrjedhoj u takon institucioneve të Kosovës që të hartojnë një listë zyrtare të saktë dhe gjithëpërfshirëse të viktimave të luftës. Admovere dhe Integra njoftojnë opinionin publik se ekspozita masakrat në Kosovë 98-99 është realizuar dhe vendosur në hapësirën publike me leje nga Komuna e Prishtinës, e cila ka të drejtë ta revokojë atë. Megjithatë, përgjegjësia për mungesën e një liste zyrtare dhe të saktë të viktimave të luftës në Kosovë u takon institucioneve të Kosovës, të cilat do duhej prej kohësh të kishin përditësuar këtë listë vetme ekzistuese, të hartuar nga organizata Natasha Kandiqit dhe të kishin hartuar një listë zyrtare shtetërore. Njëkohësisht, sqarojmë se donatorët e këtij projekti nuk kanë pasur asnjë rol në përmbajtjen e ekspozitës dhe rrjedhimisht nuk mbajnë asnjë përgjegjësi për të. Përmbajtja e ekspozitës është hartuar në mënyrë të pavarur nga Admovere dhe Integra, mbi bazën e burimeve të metodologjisë së përshkruar më sipër. Ky ka qenë reagimi i fundit i Shkëlzen Gashit. Me një mënyrë apo tjetër, fajin ja lë Fondi për të drejtën humanitare. Por kur realizohet një ekspozit në Shesh Prishtinës, nuk ka informacionet vetat dhe u bazu në informacionet e Serbisë. Ajo, nëse s'ka informacionet vetat, se tash kjo është vlerësimi shkencor i një libër. Ti kur unë për shumë kur e lexoj një disertacion, një libër. Por dikush të vërtetën, o zoti Spahi, dikush nuk e tha të vërtetën. Veç pak. Bekim Blakaj e kundërshtoi, nuk janë këto të dhëna. Shkëlzen Gashi e thotë të kundërt. S'mundem na me thonë, sepse s'më me thonë tash na, s'du me pas edhe ato edhe këto për me por këtu ka diçka në mes. Dëgjoj, tash në rregull, tash na pedim edhe secili mundet me hulumtue, kush po thotë vërtetën, çfarë po thotë. Domthonë, unë për shembull këshyri kujt e referohet. Nëse unë për shembull e shoh që i referohet Pascal Milos, unë vej bivirën, se them ky adën pyet vllahun tam Rancin, ose ne di më një herë që nuk i besoj ato. Se nuk e di që ai është nuk është burimi i saktë. Nëse dikush thirret në Wikipedia, për shembull, për mua nuk është ai burim. Edhe për mua është ai libër i pavlefshëm. E burimet, nëse tjetër çka është nëse thirret në Noel Malcolmin. Tjetër çka nëse thirret në Natasha Kandiqin. Megjithëse, nëse ka vërejtje, domethënë për ato që ka pasaksitë Natasha Kandiqi, ose Oliver Schmidtin, ndër të tjera. Po, ja, ata duhet. Për histori, po. Po, Oliveri, nëse Oliveri është shkencëtar i mirë, po nuk krahasu me Malcolmin. Absolutisht, por dhe tash
gjykimi do të me reagu kër e ka botu Natasha Kandiqi. Ajo Natasha Kandiqi ka botu këto para 26 vjetë, me njëherë pas luftës. Unë e kam atë librën e Natasha Kandiqit, edhe muj me po, tash kur të kam dorë... Po, kur të kam dorë, do më thonë të librën e Shkëlqenit, edhe muj me krasu, me po, a e ka citu sakt, apo se ka citu sakt. Po, reagimi Shkëlqengashit është që së është bazuar në librën e ti, është bazuar prekresht në këtë liber pra, të Natasha Kandiqit. Po mirë dhe u bazu në Pse po përmend në librin e Shkëlqengashit? Pse po përmend në librin e Shkëlqengashit? Ekspozita derivat i librit. Po, por nuk bazohet në të dhënat ato. Po thotë që në të dhënat e bazuar... Këto të dhëna bazohen në të dhënat të Serbis. A ka nërë për Natashës, a për Dejonit, a për jugo nostalgjikve pak rënsiko. Liber do duhej... Po dhe krejt të dhënat janë prej FDH-s, prandaj, për ta sqaruar. Jo, se mund të ketë kjo, mund të ketë shku, kjo e dhëna është nga filan burimi, kjo e dhëna nga filan burimi. Nëse këto të dhëna kontestuse, do më thonë që po cicuan si të pasakta, janë ka amnistim, ka në ekspozit, shko nesër, shpesoj që nëse siset me nxes, shko ki të dhenat e pasakta të cilat amniston krimin e Serbisë në Kosovë. Po mirë dhe nuk e ka amnestue Shkelzeni, nëse ajo në ekspozit e Shkelzeni. Autora janë këtë dy organizata. Nëse e ka cektu sa, Natasha Kandiqi në më kërë ka dhënë Natasha Kandiqi. Zoti Kadrove lexoj shumë qartë deklaratën e ministrit Hoti. Edhe ato ka shtu këto organizatat. Ministri Hoti ka më të reagu para 26 vjetë. Ja, e mërë shambët veç rastin e Krushës më. Unë po të thëmë, pse nuk është citu masakra e Belegit? Po mërë shambët, masë e përmena se jam, së më du më të tjerat. A di pse? Shiko, po kjo... Se kanë bo krim, halo matë masë s'kanë mujtë me jam shef. Dhe këtu të ndetë është mu fshe krimi i Serbis në Kosovë. Unë e shok kështu këtë edhe librin dhe as ma kesh, kur vajza një heroj komtar e financën e liber tila. Që është ish ministri apurve tjashtme. Prandaj nuk është kajtë rasisht me kjo zëti Spahiu. është krimi në narracionit se Serbia ka qenë e keq, se vetëm Serbia me Miloševićit dhe Serbia pjesa tjetër. Madje shkote ekspozita e paraqet edhe një Serbi tjetër, me dalë ndryshe të Serbisë. Prandaj tendenca mu rinë gjallë jugo nostalgjik, unë mendoj se ka marrë fund Kosovë. Ne po kem të lashëm me zotin Spahiu që edhe po probleme edhe kosovarizmin me pranu se le më kthy mund Serbi. Përfundimi është ose konstatimet janë fillestare që ka pas aktësi. Nimani. Përshjet ajo. Përgjësia shtetërore. Përgjësia shtetërore kur financohet me paratë të taksa beguesve tanë, tuajën, familjeve tuaja. Përgjësia shtetit bre këtu po dua ta theksoj. Shiko, tjetër çka, kur flasim për pasaktësi, është tjetër gjë, në qoftë se ai ka cituar një pasaktësi që e ka thonë Natasha Kandiqi, e tjetër gjë është nëse ai e ka cituar Natasha Kandiqi në mënyrë jo drejt. Nëse Natasha Kandiqi ka thonë për shembull e ka thonë diçka tjetër, e ky ka cituar ato dhe ka thonë diçka tjetër. Po marrim edhe regjistrin që ka zyrtar Ministria për punën e transferit. Po kjo është cilësia, kjo kur e vlerëson cilësia e librit. Ti e din se burimet s'pak të nuk për tri burime. Dëgjoj, nëse kjo dy të verifikuar. Ka dëshmitar të gjallë. Dëgjoj, nëse është Ender Dugolli, Najt Hasani për Dubrovë, Sadik Zeqiri. Nëse kjo kishte qenë një tezë masteri ose doktorate, atëherë komisioni e pyet, pse ke marrë veç një burim, pse se ke marrë edhe këtë burim, pse ke marrë edhe bjen pej, nuk është kjo nivel, nuk është edhe. Tash, a i ka bërë një diçka, i cila sigurisht ka mungesa, edhe unë besoj që ka mungesa pa lexu, por ajo çka është ma interesante, çka është meritore është, që është përpjekja parë për me shkrue për masakrat. Apo thot të rasti me zvet zoti Goshi pas Sara. Po e besoj që 334. Po shko bre, unë e besoj që andin hoti, unë e besoj që andin hoti, e din më mirë se ton tjerë masakrën e Krushës po. Shko i varret. I ki aty. Në rregull dhe kur është, qëre, dëgjot, kur funen. Apo do me bëj histori. Shiko, kur unë për shembull më ka ndodhur për një ngjarje, për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë për shembull. I kom lexuar mbi 100 libra që e trajtojnë atë ngjarje. Edhe tonë kanë rrëfime të ndryshme. Edhe unë e këshyri edhe përpiqem për aty në rrëfime të ndryshme me nxjerr se çka ka qenë e vërteta.
kush ka qenë ma janë, ma i panë, ma subjektiv, ma kështu. Tash, nëse dikush, për shembull, flet për masakrën e Krushës Madhe, më flet Kushtrim Kadriu, më flet Artan Imani, më flet Andin Hoti, më flet Shkenzen Gashi, unë i besoj Andinin. Andinin sepse ka plagën e shpirt të hapur dhe Po natyrisht, unë i besoj. Sikur që i besoj zotit Zeshiri për Dubravën, ende i vul pasojat e Dubravës. Po, gjë që edhe ajo nuk është të thonë, po mendoj që me konkretisht e vërteta, por sigurisht që një njeriu i cili u kon aty, me një njeriu që s'u kon aty, ma pora i besoj atina që u kon aty. Po, gjithsesi, aty në masakrën e Dubrovës nuk u kon veç Sadik Zeqiri, jenë kon edhe plot tjerë, edhe mund shmi morë deklaratat shumë vetëve dhe me nxjerrë vërtetën në shesh. Jo rasisht ta përmenda deklaratën e Belegit, sepse e disha po flas. Mirë dhe ti e den që ato ma mirë, asë ne dhe... Pra po s'pëtoj më shumë to, sepse nuk... S'ja pojmë tu, sikur do në për studio që ma spjegojshin lagjet e veriut, asë ne, ku unë e kum lindje e mrit, asë ne. Edhe vishë dëshëm me më shëru se që ndodh atje. Le që asë, po që të njetën e kum studiu. Pra, unë mendoj që po du me të besu ne, që po du me të besu ne që është kajtë rasishme dhe është gabim teknik. Mirë është që opinioni publik në po nëzër një vlerësim. Po thot kjo gabim, kjo së është mirë, kjo së është shtu, kjo ndihmon shushin. Për qenë korrekt, tu nuk besoj që ka vend për prokurorin. Edhe nëse prokuroria, ka qërë bekon, aj prokurorin mundet me kon edhe ma ignorant se krejt ata që i vlerësojnë në gjatë gjithë kohës sa kemi diskutuar për qenë korrekt, kam provuar të kontaktoj Shkenzen Gashin, por e lexuam reagimin e tij në Facebook. Dhe më pas u lajmërua dhe më thotë që nuk ka asgjë çka të shtoj për te këtij reagimi që bëri në Facebook. Megjithatë ne e falenderojmë edhe këtë përgjigje që na tha. Kjo është korrektësi prej teje, sepse ne po folim për ta pasur praneshëm, edhe pse pat hapësirë mjaftueshme në leximin e komplet që mund e vërej. Prandaj kjo studio është për gjitha palët, për diskutuar për atë çka ndodh. Unë atë pse lexova fund në kryq sepse ishte komplet i pa vend. Jo, reagimi publik duhet lexohet. Palët janë të gjitha. E lexova edhe Andin Hotin, e kishim Sadik Zeqirin, ju kemi në studio, patjetër. Ju jeni media dhe duhet me mbajt pa anësinë dhe me nxjerrë të vërtetën në vend. Ne paraqisim qëndrimet tona. Edhe kjo studia dëshmon këtë. Ne absolutisht, veç sonte, veç me këtë problem, kërkoj folës në veç me këtë problem, ti patë 5 burime. 6, bas së pari patë 4 veta të kyçun drejt dhe i patë 2 burime të jashtën, 6 burime të informacionit dhe plus ju në studio këto. Kështu që është tamam gazetari. Prandaj të përgëzojmë për këtë punë. Jo, është... Spa jo, kemi të kaluar terminin, prandaj, vetëm përfundoj të lutem. Po, mendoj që këtu nuk ka vend në prokuroria, është kjo e papranueshme kjo që tha Sadiku që... Çfarë që prokuroria të hetoj Do të shohim si do të vazhdojë, do të shohim nesër se si do të vazhdojë prokuroria e shtetit apo jo. Spa jo, falenderoj shumë. Natyrisht libri duhet të nënshtrohet gjykimit të opinionit. Jemi vonë. Që kjo nuk është mirë, që kjo nuk është mirë, që kjo nuk është mirë, kjo e kontraband të vërtetës, po jo me shku, nëse këta bojnë akte vandale, do me thonë, unë atëherë ma shumë i besoj Shkenzenit, se Sadik Zeqirit. E dhe kur du të me dëru shpifjet, Zoti Spajo? Ane, thuje që është shpifje. Nëse është shpifje, të qyrëm kush e ka bo shpifje. Do të shumë si të zhvillohet kjo situatë nesër. Ju falenderoj shumë, Zoti Nemani, Zoti Spajo, edhe gjithë ata që e dhanë kontributin sonte në këtë emision. Bashkë jemi sërish natën e mirë, mirëmbëjtje.